them drejtën, ne kemi shpëtuar që të gjithë, që kur e pushuam nga puna kontabilistin e përqindjeve elektorale, që e keni marrë ju dhe e gëzofshi, për vakit e radhës, ne na i kishte lënë partia punës atje, se është si ato vajtojsat profesioniste që shkojnë në përvaki dhe qajnë me ligje për të çliruar të afërmit nga dhimbja e të ikurit. Foli edhe dikush për qeveri bashkë kryeministrash, dëgjojeni. Në vazhdën e përpjekjes për të thënë se PS-ja nuk ka fituar dhe se ne kemi 2 kryeministra. Duhet ju them unë që mos lodheni ju, që pa dyshim Aleanca për Shqipërinë Europiane ka 2 forca kryesore dhe 2 lider tyre, njëri kryetari i kuvendit, tjetri kryeministër dhe që të 2 bashkëdrejtues të Aleancës për Shqipërinë Europiane. Prandaj, më mirë vazhdoni gërmimet të gjeni kokën se sa të gërmoni në këtë anë të parlamentit. Tani, kishte një kryefjalë në gjithë jermin tuaj mes ëndrrës së sukseseve imagjinare dhe zgjendrës dhimbshme të 23 qershororit. Kryefjala ishte që ky nuk është program. Po, s'ka shifra, s'ka fate, s'ka shpjegime si do bëhen ato që thuhen, ka pak faqe të shkruara, ka shumë faqe me ngjyra, pse ka fotografi, po Shqiponja pse s'ka dalë mirë në fotografi, pa folur pastaj për paraqitjen time programatike, që u kthyen motiv për t'ikur deri dhe nga salla, me pretendimin se po ushtroj dhunë. S'keni parë asgjë akoma. Jo, kur të marrim statusin, ne nuk do të festojmë. Dhe nuk do të festojmë. As do hedhim fishekzar si paria e vitit 36. Si që ka ndodhur deri dje. Se në fakt, asaj parie e keni pasur gjithmonë zilin dhe asaj parie i munduar t'i ngjani. Po nuk është viti 36 dhe koncertët në vitin 36, le t'ja lëm Kino Studios Shqipëria e Re. Ju flisni për kabinet privat. Madje, paska 3 kushëri të mitë në qeveri. Po, nuk e di kush është i dyti dhe i treti, se nuk kam qenë në njerë sekretar partia e Enver Hoxhës, se s'di të shkojnë për biografitë e njerëzve. Po, di që një është referencë për Zonjën Harito. Dhe, duke qenë se kjo bëjnë referencë publike, unë ja kërkova Zonjës Harito ndihmën për të marrë vesh se ku lidhen degët tona, sepse asnjëherë nuk e kemi njohur njëri tjetrin si kushuri dhe nuk kemi njohur për kushuri. Dhe kjo është pema e familjes së nënës time. Kjo është për sekretarin e partisë që mungon. Kjo është pema e familjes së nënës time. Më fal. Jo, pa tjetër. Dhe lidhja e degëve kushërore shkon në vitin 1720. Tani, unë nuk e di, a keni ju që merrni me kushëritë e botës ndonjë pemë familjare që zbret pas në shekuj, për të parë sa kushëri jeni këtu me njëri tjetrin. Po kështu në sytë parë, janë më tepër se kushëri një çift i vjetër politik këtu në sallë, se sa unë me Zonjën Harito. Dhe më duket se nga gjithë ju dalja në opozit, ati çifti i ka ardhur për mbarë, se ulen bashkë si në një stol ke parku i parlamentit, edhe hynë e dalin me njëri tjetrin.